dëshiroj mirë së ardhje, zotriut Agim Aliu, e kemi drejt për drejt tani në Kosova Live. Zotri Aliu, përshëndetje. Që siguron mandatin me të parën e Ferizaj me 56.27% të votave si pas rezultateve preliminare. Mirë se erdhet, gjithsesi urime për fitoren. Faleminderit shumë. Po. Si ju bën të dje, që edhe kësaj radhe, pra për herë të tretë, mandatin e tretë qytetarët tregojnë një besim ndaj jush? Po, unë duhet falenderoj qytetarët e komunës Ferizajt që dhanë verdiktin e tyre, dhanë besimin e tyre që të vazhdoj suksesi i Ferizajt, vazhdoj vizionit që ne për gjatë gjithë këtyre viteve pjesë caktuara kemi implementuar dhe pjesë të tyre kemi shfaqur. I bëjmë pra në mandatin e radhës, do jam shumë falenderues për këtë mbështetje që është përtej një ideologjie politike, përtej partive politike dhe përfaqëson më shumë një unitet qytetar mbështetës ndaj meje, sesa një parti apo një ideologji politike si shtat. Prandaj edhe vlera e fitores të ka këtë dimension dhe unë jam shumë i nderuar që kam pasur dhe kam këtë mbështetje të qytetarëve të Ferizajt, të cilët vlerësuan punën, të cilët vlerësuan suksesin e Ferizajt, projektet e Ferizajt dhe lartësinë që tashmë ka Ferizaj në përfaqësimin dhe në atë që është vlerë dhe është sot një qendër e madhe urbane me kontributënie, po mbi gjitha me një zhvillim të jashtëzakonshëm që Ferizaj paraqet krejt diçka tjetër nga ajo që ishte më parë, sepse është një qytet përtej i transformuar. Tashmë është një qytet më i jetueshëm, një qendër urbane si thash që është gjithnjë më synuar për të ardhur dhe për të jetuar dhe jo rastësisht edhe është qyteti i tretë për nga numri i banorëve, e po ashtu është qyteti që e ka mbajtur këtë numër, pa dallim për qyteteve tjera që janë zvogluar me 10.000 banorë. Ferizaj i ka shtuar banorë sepse pikërisht politikat tona mbështetëse, politikat e drejta, politikat që janë bërë me bashkëqeverisje dhe transparencë me qytetarët dhe ndaj qytetarëve, po mbi gjitha me një partneritet fuqishëm mbështetës ndaj bizneseve të Ferizaj, sepse dihet që Ferizaj është njëri prej qyteteve, respektivisht kontribuentëve më të mëdhenj në Republikën e Kosovës, dhe kjo është fal bizneseve të Ferizajt, por edhe ne kemi pasur pra këtë simbiozë, këtë partneritet të mbështetës ndaj tyre dhe do të vazhdoj kjo mbështetje për bizneset, sepse në fakt është vetë ADN-ja e Ferizajt që ne e kemi bërë bashkë me ta dhe sigurisht të mbështesim edhe gjatë 4 viteve të ardhshme. Zotri Aliu, kur një kryetar fiton disa mandate, natyrisht një pyetje shumë e rëndësishme që bëhet është çka tutje. Tani, një ditë pas zgjedhjeve që qytetarët treguan edhe një herë besimin ndaj jush, cila është puna e parë që do të bëni për Ferizajin dhe qytetarët atje? Ne kemi një projekt që e kemi pasur dhe shpalosur dhe që është pritur jashtëzakonisht me një mbështetje të madhe qytetare dhe është për Ferizajin e gjeneratës tjetër. Pra është një projekt që synon të bëjë edhe më shumë, të vazhdoj pra suksesin e Ferizajit, po të jetë mbi gjitha një krah zhvillimi dhe një krah transformimi, dhe sigurisht e Ferizajin e presin edhe shumë projekte të tilla transformuese, një pjesë për të përfunduar ato që kemi nisur dhe pastaj edhe për të filluar projekte tjera, por mbi gjitha është pra vizioni transformues që tashmë e ka vullën në Ferizaj dhe që tashmë Ferizaj është i shuar si model i transformimit dhe tashmë vjen mirë që edhe komuna tjera marrin projekte nga ne dhe i realizojnë në komunë tjera. Cila është sfida për Ferizajin? Cila do të jetë sfida në këtë mandat? Sfidat sigurisht se janë sfida financiare. Financiare. Edhe vitit 2025 gjitha komunat e Republikës Kosovës, pasët financiare, do ta kemi viteve në vijim, por projektin që Qeveria e Republikës Kosovës të reflektoj dhe të jetë më mbështetëse ndaj komunave e Republikës Kosovës, në këtë rast në komunët së Ferizajt, me ndaj komunës së Ferizajt e ka një vakt më të madh, faktën se si shtatë më parë ne kontribuojmë me një përqindje shumë të lartë në Republikës Kosovës, prandaj edhe meritojmë që ajo të jetë e pasvlefshme kuptimin e mbështetjes ndaj komunës Ferizajt dhe ndaj projekteve që ne kemi paraqitur, po edhe që do i paraqisim në të ardhmen.
Faleminderit shumë për këtë inkuadrim, besoj që puna do të nisë më njerë. Punë të mbarë dhe shumë suksese, zotri Alio. S'ka arsye mos me nisë tash puna. Në fakt... Ka një pyetje, po. Kemi një pyetje nga studio. Po, mysafirët, nëse keni kohë, nga një pyetje mundeni lirisht m'ja bo, kryetar. Po, pyetja, përshëndetje, urime për rezultatin. Pyetja ime është që edhe një kolegi juji në Drenas ka fitu pa balotazh. A do të ketë hapësirë në PDK për zotin Ladrovsi, apo do të vazhdon që niveli qendror t'ja në mënyrë arbitrare t'ja pamundësoj me i farë mënyrë kontributin PDK? Unë në ratë parë uraj zotin Ladrovsi për fituarin e tij dhe i të dëshiroj shëndet e mbarësi në punë. Sigurisht edhe vetë deklaratat e tija gjatë gjithë fushatës kanë thënë se mbetet në Partinë Demokratike dhe do të jetë pjesë dhe aset i Partisë Demokratike dhe sigurisht se me një urtësi dhe me një qasje ndërvepruese, unë po besoj se do të vazhdoj aktiviteti në mënyrë që Drenasi, po edhe shtetarët e Drenasit, po edhe Partia Demokratike jetë e fuqishme ashtu siç ka qenë gjithmonë në Drenas dhe në Drenisën e përgjithësi. Adent, kje ndonjë pyetje? Unë e pyetje s'kam, kisha me uru kryetarin Alio për rezultatin. Urime kryetar, bëje Ferizajin qysh ke vazhdu me bu një qendër që për në tërheq tash edhe për Prishtinës me arë me pikafe atje, edhe zhvilloj në qatë formë, kështu që këna marrë edhe ma shpejt. Prishtina e re, qytet. Sa shpeshë Ferizaj? Valaj, shumë shpejt. Jëmë kom para zgjedhjeve, nashta u kone premte. S'po jem sigur të ejtë nëse të premte. Flasim për Ferizaj, qendër, më shumë Ferizaj, qendër, po, Nuk qendër. besoj që ka qytetori i Kosovës se shkojnë Ferizaj. Ferizaj u bo qendër. Veç vazhdoj që ashtu dhe kime bu një qendër që nashta kime në të rejtë shumë ma shumë se sa kryetari Prishtina. E Karmenis me të votu dhe për qyteteve tjera, në sa po e shohë. Zotri Alio, të falenderojmë shumë. Po, Bersine, mirat që gjithmonë në Ferizaj, vërtet Ferizaj është ishtamë është i transformuar dhe është një qendër e madhe urbane, edhe ashtu kështu jemi shumë afër me Prishtinën dhe sa po të lëshoni Prishtinën nga kolonat, po 20 minuta jeni në Ferizaj dhe ka shumë ambiente të bukura, e do të bëjmë edhe më shumë ambiente të tilla të bukura që të mirëpresim dhe me kënaqësi ta shijoni dhe ta shijojmë bashkë kapën. Do të jeni në herën e radhës, Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.